Surja An-Nazi'at e zbritur në Mekë, ajete 46. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wan-nazi'ati gharqa. Pasha ata që marrin shpirtrat me rrëmbim. Wan-nashitati nashta. Dhe ata që marrin shpirtra me lehtësim. Was-sabihati sabha. Dhe ata që notojnë me shpejtësi. Fas-sabiqati sabqa. Dhe nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet i çojnë. Fal-mudabbirati amra. Dhe pasha ata që çdo çështje rregullojnë. Yawma tarjufu ar-rajifah. Ditën që vrullshëm bëhet dridhja, Tatba'uha ar-radifah. që pas saj pason tjetra. Qulubun yawma idhin wajifah. Atë ditë zemrat janë të trënditura, Absaruha khashi'ah. shikimet e tyre janë të poshtruara. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Ata thonë, a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi? A idha kunna 'idhaman nakhirah. A edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur? Qalu tilka idhan karratun khasirah. Ata thanë, atëhera i kthim do të jetë dëshprues për ne. Fa innama hiya zajratun wahidah. Po ajo nuk do të jetë tjetër pos një thirrje. Fa idha hum bis-sahirah. Dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës. Hal ataka hadithu Musa. Atë ka ardhur ty rrëfimi i Musait, إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. kur Zoti i tij e pa të thirrur në luginën e bekuar Tua. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Shko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar. فقل هل لك إلى أن تزكى. Dhe thuaj, e ke ndërmend të pastrohesh? وأهديك إلى ربك فتخشى. Unë të udhëzoj te Zoti yt, e ti t'ja kesh frikën atij. فأراه الآية الكبرى. Dhe ai ja tregoi mrekullinë e madhe, فكذب وعصى. po ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. ثم أدبر يسعى. Pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. فحشر فنادى. I tuboi të gjithë të vetët dhe u mbajti fjalim. فقال أنا ربكم الأعلى. E u tha, unë jam Zoti juaj më i lartë. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Atëherë Allahu tmerrshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Në këtë ndëshkim ka përvojë mësimi për atë që frikësohet. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. A është më i rëndë krijimi juaj apo ai i qiellit e ai e ngriti atë? رفع سمكها فسواها. Ngriti kupën e tij dhe e përsosi atë. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Natën i erësoi e ditën i ndriçoi. والأرض بعد ذلك دحاها. E pastaj tokën e sheshoi. أخرج منها ماءها ومرعاها. Dhe prej saj nxorri ujin e saj dhe kullosat e saj. والجبال أرساها. Kurse kodrat i ja përforcoi. متاعا لكم ولأنعامكم. Si furnizim për ju dhe për kafshët e juaja. فإذا جاءت
جاءت الطامة الكبرى E kur të vijë vala e madhe, يوم يتذكر الإنسان ما سعى atë ditë njeriu përkujton se çka ka punuar. وبرزت الجحيم لمن يرى E xhehenemi shfaqet sheshazi për atë që e sheh. فأما من طغى E përsa I përket atij që ka tepruar وآثر الحياة الدنيا dhe I dha përparësi jetës së kësaj bote, فإن الجحيم هي المأوى xhehenemi do të jetë vendi I tij. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى E kush u friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve, فإن الجنة هي المأوى xheneti është vendi I tij. يسألونك عن الساعة أيان مرساها Ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodh ai? فيم أنت من ذكراها Po në çfarë gjendje ti tua përkujtosh atë? إلى ربك منتهاها Vetëm te Zoti yt është dijenia për të. إنما أنت منذر من يخشاها Ti je vetëm qortues I atij që ja ka frikën atij. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do të duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj.